Assalamu alaikum, lusë Allahun t'jeni të gjithë mirë. Dikush komenton këtu në faqen time, Allahu thot nuk ekziston. Ne, njerëzit, e ndjejmë thellë në shpirt se i madhi Zot ekziston. Në rast të vështirësie, ne e ndjejmë se është dikush që mund të na shpëtoj, është dikush që mund të na nxjerrë nga ajo situatë e vështirë. Ne jemi të prirur ta adhurojmë këtë krijues. Ne shpresojmë se ky Zot, nëse ne i bindemi atij, të na falë, të na mëshirojë dhe të na bëjë prej banorëve të xhenetit. Ne kemi frikë se nëse i kundërshtojmë urdhrat e Zotit, Zoti na dënon me zjarrin e xhehenemit. Atëherë, ndjenja, prirja, shpresa, frika, a nuk janë këto argumente që është një krijues absolut, i cili ja ka fal njeriut ndjenjën, shpresën, frikën, prirjen. Po ashtu, i madhi Zot përmend në Kur'an shembuj të shumt, shembuj që tregojnë se me të vërtet ky univers ka një krijues. Anijet që lundrojnë mbi det, ret që lëvizin midis qiellit dhe tokës, rreshjet e shiut që bijnë mbi një tokë të vdekur dhe prej saj dalin bimë të gjalla. A nuk janë këto argumente se ka një krijues absolut? Librat e shenjtë, Teurati, Zeburi, Injili, Kur'ani, të gjithë flasin dhe tregojnë se ka një krijues që është Allahu i lartësuar. Lutjet e njerëzve të cilat pranohen, a nuk janë këto argument se ka një krijues i cili i përgjigjet lutjeve? O njeri, thiri mendjes dhe besoje Allahun e lartësuar.